25 dhjetor 2014 është ditë Krishtlindjes, është festa e rëndësishme e besimtarëve të krishterë në Shqipëri dhe kudo në botë, por edhe një ditë që sot në fakt ka ndryshuar tërësisht panoramën pasi ka pasur më pak politikë e më shumë mesazhe të cilat shkojnë për të ditë të rëndësishme të kalendarit fetar në Shqipëri. Por të gjitha këto në edicionin qendror të lajmeve nuk do të jenë të vetme, do të ketë edhe plot zhvillime të tjera, por ju njohim si fillim me titujt kryesor. Shqiptarët festojnë Krishtlindjet, politikanët urojnë besimtarët dhe shmangin deklaratat politike. Papa Francesco apel paqe për fëmijët, ati shenjë kërkon ndaljen e konflikteve të armatosura në gjithë botën. Shqiptarët do të paguajnë 10.2 lekë çdo kilowatt-orë energji të konsumuar, vendimi antirregulator shpallet nesër. Greket nuk dalin nga tradita dhe këtë fundviti rradhë të gjatë emigrantësh KKV punohet vetëm me një sportel. Shtetet e Bashkuara sfidojnë kërcënimin e Koreas së Veriut, kompania Sony shfaq filmin komik për Kim Jong-un. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Urim shkon për gjithë shqiptarët, gëzuar Krishtlindjen në emër të gjithë stafit të radio televizionit Ora News. Por pikërisht kjo është atmosfera që mbizotron sot edhe edicionin e lajmeve, ka qenë një natë me meshën katolike, më pas edhe me faljen e kësaj dite të rëndësishme edhe me lutjet që vinë edhe në katedralen ortodokse. Gjitha këto kanë qenë me mesazhe shumë të qytetarëve dhe me aktivitete mjaft të rëndësishme, kryesisht familjare, pra ka mbetur tradita edhe në ditën e Krishtlindjeve. Besimtarët e krishterë në të gjithë botën festojnë Krishtlindjet. Në mesnatë, kishat katolike në Shqipëri mbajtën meshën tradicionale të lindjes së Krishtit, ndërsa ortodoksët e kryen ritin në orët e para të mëngjesit të sotëm. Gjatë fjalës së tij në meshën e mesnatës, kreu i kishës katolike Im Zot Rok Mirdita u lut për më shumë paqe dhe begati, ndërsa nxiti besimtarët të tregohen më bujar në këtë ditë për njerëzit e varfër dhe të sëmurë. Rrugtimi i popujve është rrugtim nëpër errësirën e vuajtjes, të dhunes, të padrejtësisë e të varfërisë. E cila është kjo dritë? Nuk bëhet fjalë as për dritën mistike të fesë, e cila mund të jetë dritë e lume, por nuk e prek jetën konkrete të njerëzve. Nuk bëhet fjalë as për dritën e projekteve shoqërore apo politike, më pak, që lind nga marrëveshja mes palësh, e cila është e rëndësishme, por nëse ngroh mendjen nuk mund të ngroh zemrën. Drita, thot Izaia profet, është lindja e një foshnje që sjell mbi tokë njerëzimin e ri. Jeta e njerëzve dhe e popujve do të mushet me dritë. Kur foshnja e lindur në errësirën e natës të pritet si dhuratë hyjt për njerëzit, për t'i udhëhequr drejt lumturisë së vërtetë. Në katedralin ortodokse meshën e drejtoi kryepiskopi Janullatos, i cili në fjalën e tij apeloi për më shumë solidaritet dhe paqe mes njerëzve. Όσο περισσότερο συνδεόμεθα με τον Χριστό, sa më shumë që lidhemi me Krishtin, me besim të thellë dhe bindje të plotë te vullneti i tij, problemet e shumta personale, familjare, shoqërore zgjidhen në mënyrë mrekulluese dhe paqësisht. Njëkohësisht, me frymëzimin dhe fuqinë e tij hyjnore, mundemi edhe ne të kontribuojmë në kapërcimin e rrugëve të ndryshme pa krye, duke çelur hapësira mirëkuptimi dhe pajtimi, atje ku të gjitha janë të vullosura nga zemër ngurtësia, dyshimi lig, mendje shkurtësia, urrejtja, fanatizmi. Κρόνια, το μίσος ή τον φανατισμό. Ardhja në jetë e Krishtit për këta besimtar përkthehet në urime për ditë të paqta e begatit. Shumë e rëndësishme, është lindja e Krishtit. Për gjithë popullin të gëzojmë, të jetojmë, të lumtur e të lirë. Gëzuar, gjithë të mirat, shëndet, mbarësi. Po jo të mblidhim me familjen, të dalin, ku të dëshirojnë fëmija. Uroj gjithë besimtarëve ortodoks
katolik, do që janë në gjithë botën. Një ditë Krishtlindje, se nis me gëzim, me harel, me të gjitha të mirat. Zoti mbarë mirë në kish, inshallah, na ndihmon për çdo gjë. Gëzuar të gjithë dhe mbarësi, shëndet dhe shtydo zemra. Po gjithmonë matë mendimin e bukur të festës që do të vitë të nesërmen edhe gëzim që ne shikohemi të gjithë këtu. A gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Besimtarët kanë bërë organizimin e ditës së tyre, fillimisht në kishë dhe më pas në drek, në shtëpi dhe vizita tek familjarët apo të afërmit. Krishtlindja ka larguar politikanët nga debati i përditshëm dhe u ka marrë prej tyre vetëm urimet më të mira duke lënë pas çdo koment politik. Një ditë pas pajtimit në kuvend, politika ka përcjell vetëm mesazhe urimi për Krishtlindje, duke e mënjanuar batutat politike. Urimi për më shumë begati e dashuri ka bashkuar presidentin e Republikës Bujar Nishani, kreun e kuvendit Ilir Meta dhe kryedemokrati Lulzim Basha. Kreu i shtetit fillimisht përcolli urime në katedralen ortodokse Ringjallja e Krishtit dhe më pas në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, ku shprehu dëshirën e tij që vitin e ardhshëm të kemi një kardinal shqiptar. Gëzuar Krishtlindjet, viti që vjen një vit i mbarë dhe i bardhë për gjithë shqiptarët dhe do të drejtoj një lutje dhe besoj që bashkohen në këtë lutje timen të gjithë besimtarët katolik shqiptar, që dhe në shqiptarët së shpejti të kemi një kardinal shqiptar. Edhe kreu i kuvendit Ilir Meta përsolli urimet e tij për besimtarët e krishterë dhe gjithë popullin shqiptar. Uroja gjithë besimtarët krishterë, po dhe gjithë popullit shqiptar një mbarësi për të gjithë, shumë urime, shumë bekime dhe gëzime në familjet e tyre dhe natyrisht edhe në gjithë shoqërinë tonë. Kryedemokrati Lulzim Basha përsolli urimet nga katedrala e Shkodrës. Nga zonja Shkodër dua t'i uroj të gjithë besimtarët e krishterë dhe të gjithë besimtarët e Zotit, të gjithë shqiptarët, gëzuar Krishtlindjen, festën e shpresës, dashurisë e të besimit. I vetëdijshëm se kjo festë e madhe i gjen shumë shqiptarë dhe familjet e tyre ndonë se në ditë feste, jo në kushte feste, uroj nga zemra që shpresa që buron nga simbolika e ditës sotme të na frymëzoj e të na bëj optimist për një nesërme më të mirë. Kryeministri Edi Rama uroi shqiptarët gëzuar Krishtlindjen përmes kësaj fotoje publikuar në rrjetet sociale. Por edhe në ditë të Krishtlindjesh, grekët nuk kanë hequr dorë nga zakoni i tyre tashmë i bëri përvitshëm radhët në përpikat doganore për emigrantët që vinë për të kaluar festat, qoftë Krishtlindjes, qoftë të fundvitit në vendlindje. Shikoni se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 3 ditëve në Kakavi, kryesisht ku është edhe piku më i madh i lëvizjes. Radhë kilometrike dhe pritje disa orëshe në kufi, ishte edhe këtë vit dhurata e doganierëve grek për shqiptarët. Fluksit e emigrantëve që ktheheshin për të festuar Krishtlindje dhe vitin e ri, pala greke në doganën e Kakavijës u është përgjigjur vetëm me një sportel ku kryheshin të gjitha procedurat. Përpastoi radha e makinave në tokën Helene shkoi deri në 3 kilometra. Plotësisht i ndryshëm ishte ritmi punës në anën shqiptare, ku në dispozicion të udhëtarëve ishin 7 sportele. Gjatë 3 ditëve përmes doganës së Kakavijës, raportohet se kanë kaluar rreth 25.000 persona. Me fluks të shtuar pasagjerësh, po përballen edhe pikat doganore detare. Në portën e Vlorës vetëm mëngjesin e së njëjtës mbërritën rreth 1500 pasagjerë. Gjatë procesit të kontrollit nuk u raportua për vonesa, ndërsa emigrantët janë pritur me një kartolinë urimi. Rekord pasagjerësh është shënuar edhe në portin e Durrësit. 6 tragedë të linjës së Barit janë ankoruar në portin më të madh të vendit, me rreth 4000 pasagjerë që zbarkuan në 12 orë. Bashkë me familje. Besoj se i gjoj mirë dhe festoj mirë, si kur gjithë tjerë. Ku do i festoni? Me familjen, në Kosovë, kosovarë, kështu që shpresoj që kemi kalu mirë. Me gjithë fluksin e lartë të udhëtarëve në këtë port, nuk janë raportuar radhë pritje gjatë përpunimit të dokumentave, pasi është punuar me shtim të sporteleve. I kthehemi edhe një herë ditës së Krishtlindjes, ku nuk mund mungonte kurrësi edhe mesazhi i ndjekur nga miliona qytetarë mbar botën i Papa Franceskut parë, i cili vëmendjen e ka pasur tek fëmijët dhe tek zonat që janë në konflikte dhe luftra të përgjakshme që po marrin jetë pafajshme, siç tha edhe Papa.
Papa Francesku është lutur për motrat dhe vëllezërit në Siri dhe Irak, të cilët kanë shumë kohë që vuajnë pasojat e konflikteve të armatosura dhe durojnë një persekutim brutal. Jezusi është shpëtimi për çdo person dhe çdo popull, tha Papa Bergoglio në mesazhin e tij Urbi et Orbi përpara qindra personave të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit. Duke u fokusuar tek vendet që janë në konfliktet armatosura, Papa uroi që kjo Krishtlindje t'ju sjellë atyre paqe, shpresë dhe dashuri. Ati i shenjtë bëri thirrje për të ndihmuar fëmijët që vuajnë, emigrantët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. Papa është lutur për paqen në Izrael dhe Palestinë, duke bërë thirrje për dialog mes dy vendeve. Në mesazhin e Krishtlindjeve Urbi et Orbi nuk mungoi lutja për Ukrainën, e cila ndodhet në krizë që prej marsit të këtij viti. Ati i shenjtë ju lut Jezusit që Ukraina t'i jap fund tensionit dhe luftës, duke uruar paqe mes vëllezërve ukrainas. Edhe në fjalimin e meshës së Krishtlindjes mbrëm, ati i shenjtë u fokusua tek dhuna dhe vendet e konfliktit. Ai tha se bota ka nevojë për qetësi, duke shtuar se jetojmë në kohra kur dhuna, luftrat dhe urrëtia janë prezente në jetën tonë. 1.2 miliard besimtarëve të krishterë, Papa Francesku u bëri thirrje të lejojnë Perëndin të hyjë në jetët e tyre për t'i ndihmuar të luftojnë errësirën dhe korrupsionin. I veshur me të bardha, Papa Bergoglio në predikimin e tij tha se mesazhi i paqes i Perëndis është më i fortë se sa errësira dhe korrupsioni. Të gjithë ata që nuk mundën të hyjnë në bazilik e ndoqën meshën nga ekranet gjigande që ishin vendosur jashtë në sheshin Shën Pjetri. Këto janë Krishtlindjet e dyta për Papën e Argjentinas, i cili u zgjodh vitin e kaluar si Papa i parë jo europian në 1300 vjet. Ai ka sjell frymën e thjeshtësisë në Vatikan, duke refuzuar shumë nga lukset e papatit dhe ka sjell kishën më afër qytetarëve dhe besimtarëve. Në Betlehem, vendin ku lindi Krishti dhe më pas u bë simboli i njerëzimit, ka pasur një meshë vërtet speciale, ashtu si çdo vit ku Mira Pelegrin kanë qenë të ditë miqtë e qytetit të vogël ku lindi pra Jezu Krishti dhe e kanë riaktivizuar edhe një herë pra atë formë shumë të rëndësishme të cilat sjellin mesazhe paqe në mbar botën. Mira besimtarë të krishterë nga e gjithë bota u mblodhen në Betlehem për të kremtuar Krishtlindjen, pikërisht në vendlindjen e Jezusit. Mesha e mesnatës u mbajt në kishën e lindjes në sheshin Mengër, ku i pranishëm ishte edhe presidenti palestines Mahmud Abbas. Mira Pelegrin ndoqën ceremoninë e udhëhequr nga patriarku latin i Jeruzalemit Fuad Tual. Papa Francesku dërgoi një mesazh solidariteti për të gjithë besimtarët e krishterë në lindjen e mesme. Siria, vendi i cili po përjeton krizën më të madhe në vitet e fundit dhe ku mijëra persona kanë humbur jetën si pasojë e konflikteve të armatosura, ka festuar Krishtlindjen duke u lutur për paqe. Qindra persona ndezën qirin dhe u lutën që lufta e nisur që në 2011 të përfundojë. Në Damask, njerëzit shpresojnë që 2015 t'u sjellë stabilitet dhe dashuri. Edhe të krishterët e Egjiptit kanë kremtuar dhe janë lutur për dashuri dhe paqe në katedralen e famshme të Kairos. Egjipti ka një komunitet të vogël katolik që feston Krishtlindje çdo vit, pasi shumica e tyre festojnë më 7 janar. Komuniteti i krishterë në Bangladesh gjithashtu ka festuar Krishtlindjet me ceremoni kishtare në Dhaka. Qindra besimtarë u dyndën në kishën e kryeqytetit që herët në mëngjes, duke u lutur për paqe dhe unitet në vendin me shumicë muslimane. Pas protestave disa mujore dhe Hong Kongu po feston qetësisht lindjen e Krishtit, shumë njerëz dolën në rrugët e vendit për të festuar, ndërkohë që 2000 polici ishin në terren për të parandaluar ndonjë incident të mundshëm. Ndërkaq, Krishtlindje të nxehta në Sydney, qindra persona u dyndën në plazhin Bondi duke shijuar rrezet e diellit dhe surfin. Por për disa turistë, të cilët janë mësuar të festojnë me temperatura të ftohta dhe me dëbor, kjo është e çuditshme. Ata thonë se nuk duket si Krishtlindje, por si sezon veror. Lëm pas atmosferën magjike të Krishtlindjes, do të flasim tani për hallet e përditshme. Në fakt, një prej shqetësimeve kryesore qytetarëve shqiptarë është çmimi i energjisë elektrike. Nese do të mësojmë se sa do të jetë rritja, megjithëse tashmë duket e qartë se 1 kW energji elektrike do të shënojë një rritje gati me 3 lek apo diçka më shumë sa 3 lek, pra duke shkuar në 10.2 lek. Enti regulatori i energjisë elektrike do të shpallë të premten rritjen pra shumën e përcaktuar, pra se sa do të paguaj më shumë energji elektrike. Sipas burimeve të Ora News, mësohet se enti do të vendosë që çmimi i energjisë të rritet në 10.2 lek për kilovat, pa llogaritur këtu ndoshta edhe të vëshën, çka automatikisht çmimi do të jetë edhe më i lartë.
por ky vendimi i fundvitit mund të rishikohet edhe në vijim pra gjatë viteve të ardhshme, paktën në varësi të kërkesave. Burimet caktuan se rishikimi i energjisë varet pra është një strategji e përshtatur edhe në mënyrën se si janë shpërndar pra të gjitha dhënat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, kryesisht të humbjeve në rrjet që shkojnë në 22% apo edhe mos faturimit të plotë të energjisë, pra mos mbledhjes së faturave. Rritja e çmimit të energjisë bashkë me heqjen e fashës mbrojtëse që sanksionon çmimin më të ulët për gjithë konsumatorët që nuk të i kalon 300 kW, është kundërshtuar nga bizneset e konsumatorët, por edhe nga ana e opozitës politike që ishte pra pothuajse në krye të kësaj lëvizje pra për të kundërshtuar rritjen e çmimit energjisë elektrike. Gjithsesi, pra duke filluar nga janari do të ketë një rritje të çmimit energjisë elektrike. Kryeministri Rama ka thonë mesatarisht, pra do të jetë një çmim mesatarisht i rritur, por gjithsesi për ata që e kanë paguar dhe bëhet fjalë për rreth gati 75% e popullsisë kanë paguar me fashën mbrojtëse 300 kW dhe sigurisht do të preken nga kjo rritje. Flasim tani për një histori vërtet të trisht që vjen nga zona e Lezhës, kryesisht në Laç, pra bëhet fjalë ka një numër mjaft të madh familjesh të varfra, por ja një histori që vërtet bën për të reflektuar aq më tepër në një ditë feste siç është kjo. Kjo banesë më shumë se 2 muaj më parë është përfshirë nga vërshimi ujrave të rrëmbyeshëm të një kanali ku dëmet materiale të shkaktuara vijnë të jenë prezente në jetën e 7 anëtarëve të familjes Bushi që jetojnë aty. Krye familjari Vlash Bushi, banori lagjes nr. 6 të qytetit të Laçit, një lagje periferike, i detyruar është larguar nga banesa për të strehuar në një apartament, në mënyrë që të mos rrezikojë shëndetin e 3 fëmijëve të vegjël, ndërkohë që 2 prindrit e moshuar i ka të smur. Po një minutë, unë kam qenë të dalë fare me gjithë rëbë, me gjithë familje, me gjithë 2 pleqë, se ne këtu banojmë 2 familje, na 2 familje, me gjithë 2 pleqë, me gruan, me 3 fëmijë dhe vegjël. Por një minutë mos kishim dalë, sepse më të drejtën përmbytja fundit ishte shumë e fuqishme dhe shumë e shpejtë. Sa nuk arritëm më nxjerr asgjë përveç vetëm njerëzit, vetëm pleqët dhe fëmijët. Teksa familja jeton vetëm me pensionet e 2 prindërve të moshuar, babai 3 fëmijëve rrëfen që hallet janë të mëdha, por zgjidhje të pakta. Për mua është e pabanueshme. Të arrijë niveli i ujit mbi 1 metër brenda në shtëpi, edhe të më shkatërroje totalisht me çdo gjë. Çka kam pas? Unë nuk kam mundësi financiarisht që të bëj më investim, se kjo shtëpi është bën, tash është mundi 10 viteve, i krejt familjas, jo vetëm i imi. Ore mos kishte ra automatik kryesori i shtëpisë, unë jam sot nuk do kishe mundësi të më fol me mua, me një pjesëtar të familjes time, sepse do kishim rënë kurrent. Banesa një kat që në gjendjen aktuale është jo funksionale. Muret e rëna nga lagështira, balta e futur brenda nga vërshimi i ujrave, dyer dhe dritaret e prishurat dhe mbi të gjitha pamundësitë financiare bën që shpresat e 50 vjeçarit për ta rindërtuar të jenë të venitura. Vërtet e dhimbshme ajo çfarë ka përjatuar kjo familje, por do të flasim pikërisht për motin, sepse gjithnjë është folur gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre muajve se do të ketë një dimër relativisht të ftohtë, por për sa i përket ekspertëve në Shqipëri, pikërisht të gjeoshkencës, mendojnë se kjo nuk do të jetë e vërtet, pasi temperaturat krahasuar me vitet e shkuara kanë pësuar një rritje graduale dhe dimri nuk do të jetë aq i ftohtë. Madje ata thonë se do të jetë më i ngrohtë se zakonisht. Dimri i këtij viti do të jetë i ngrohtë me temperatura të larta. Dhe kjo me sa duket është dhurata e motit për festat e fundvitit dhe do të përfshi data 30, 31 dhe 1 janar. Ndërkohë, duke nisur nga sot e deri në netët e fundvitit, këtë javë do të mbizotërojë moti i kthjellët me vranësira të çrregullta. Petrit Zorba, shefi i departamentit të IGEUM, hedh poshtë zërat se në fakt ky do të jetë dimri më i ftohtë i kaluar ndonjëherë, duke pohuar të kundërtën. Ky është një dimër i ngrohtë dhe kjo fal ngrohjes globale që nga ana tjetër është sfidë për të gjitha qeveritë. Në përgjithësi kontinenti evropian dhe në veçanti pastaj pjesa mesetare dhe natyrisht brenda pjesës mesetare dhe vendi ynë, kemi temperaturat të cilat janë mbi normën mesetare shumëvjeçare, të cilat janë 1 deri në 2 gradë. Duke pas parasysh që siç e shikoni edhe për muajin nëntor, edhe dhjetor dhe janari janë 5 deri në 5 gradë shumë më tepër se sa viteve më parë, edhe nëse do të kemi vlera
relativisht më të ulta, 1-2 gradë, i afrohemi normës. Dhe pikërisht në vitet e fundit ka qenë evidentueshme mjaft qartë, pikërisht ky zvogëlim i numrit të ditëve, qoftë me ngrica apo me prag temperatura në një kufi të caktuar, i cili më përpara ka qenë shumë i lartë dhe tani është i reduktuar në një numër më të vogël. Gamatjet e bëra nga Instituti i Gjeun për muajin e fundit nëntor. Në krahasim me nëntorin e vitit 1924, mund të themi se temperaturat janë disa herë më të larta. Jemi duke lënë pas një ndër 5 vite të më të ngrohta, dhe kjo do të vazhdojë edhe për disa kohë. Në gjysmën e dytë të vitit 2015, deri në muajin qershor, probabiliteti i temperaturave pritet të jetë mbi mesataren. Stavros Dimas në Greqi është gati të rrezikojë kandidaturën e tij si president i Greqisë, por nuk do të pranojë kurrësi të marrë votat e agimit të artë që këtë ta bëjë të mundur. Ai ka deklaruar se nuk do të pranonte kurrësi që kryeshteti helen të zgjidhej me votat e neonazistëve. Pas dështimit të 2 raundeve të parë të votimit për të zgjedhur presidentin e Greqisë, është përfolur shumë në mediat greke se në raundin e tretë mund të jenë votat e agimit të artë që mund të ndihmojnë Stavros Dimasin të zgjidhet president. Edhe pse partia ultranacionaliste ka nxjerrë një deklaratë se do të jap fund regjimit të Samaras dhe Venizelos në Greqi, mendojnë se ata do ta votojnë kandidatin e propozuar nga kryeministri. Por kjo hipotezë ka detyruar Stavros Dimas që të lëshojë një deklaratë ku refuzon votat e deputetëve të partisë ultranacionaliste greke. Në respekt të institucioneve demokratike, nuk kam ndërmend të pranoj të bëhem presidenti i Republikës me votat e deputetëve të agimit të artë, thuhet në deklaratën e Dimas. Vendimi i kandidatit për president është vlerësuar së tepërmi nga ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos, i cili ka thënë se ky veprim e nderon atë dhe thekson moralin e demokracisë. Para Dimas, edhe disa pjesëtar të tjerë të Partisë Demokracia e Re, përfshirë edhe ministrin Christos Markojanis, kanë thënë se vota e deputetëve të agimit të artë nuk është e mirëpritur. Madje, disa kanë shkuar deri aty sa të deklarojnë që nëse të hënën në raundin e tretë shohin që ata po votojnë pro Dimas, do të abstenojnë. Të martën e kaluar në raundin e dytë të votimeve, Dimas mori 168 vota, 12 më pak se 180 votat që i duan në raundin e tretë, më 29 dhjetor. Nëse ai nuk zgjidhet as në këtë raund, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme, ku momentalisht shihet si favorite për të fituar partia Syriza, e cila ka deklaruar edhe më parë se do të rishikojë planin e shpëtimit të Greqisë dhe masat shtrënguese të imponuara prej Bashkimit Evropian. Pavarësisht polemikave që ngjalli apo deri edhe në kërcënime nga ana e Koreas së Veriut, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë trembur nga një luftë e mundshme me komunistët korean, por e kanë shfaqur filmin Sony, që është një komedi tallëse për liderin koreano verior. Komedia intervista është shfaqur në disa kinema amerikane dhe online pas pezullimit të saj si pasojë e sulmit kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony. Shfaqja e filmit që ka në qendër një komplot për vrasjen e liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un erdhi pasi komedia Sony u kritikua për ndalimin e tij për fshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili tha se po kërcënohet liria e shprehjes. Disa nga kinemat kishin organizuar shfaqjen e tij në ekranin e madh në mesnatë për të gjithë amerikanët që mezi prisnin të shikonin filmin. Komedia gjithashtu po shfaqet në disa faqe interneti nëpërmjet shërbimeve të Google, YouTube, Xbox e të tjerë, por vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Intervista ka në qendër 2 aktorët, James Francos dhe Seth Rogen, në rolin e 2 gazetarëve të cilët fitojnë të drejtën të intervistojnë Kim Jong-un, por më pas rekrutohen nga shërbimet sekrete amerikane për të vrarë liderin koreano verior. Vendi komunist u akuzua nga FBI për sulmin kibernetik ndaj studios Sony Pictures, e cila në një deklaratë për shtyp tha se ka verifikuar të dhënat që tregojnë se përgjegjës për sulmin është Shteti i Koreas së Veriut. Sulmi, përveç dëmit financiar, shkaktoi një retorik të ashpër mes dy vendeve, pasi Korea hodhi poshtë akuzat, kurse presidenti amerikan Obama tha se do të përgjigjet me maturi, në kohën dhe mënyrën e duhur ndaj Koreas. Kjo bëri që Korea të përgjigjet më ashpër, duke thënë se është gati për çdo lloj sulmi. Gjithsesi, Obama nuk ka dhënë detaje për përgjigjen dhe për momentin situata është e qetë. Më në fund, Turqia dhe Iraku kanë bashkuar forcat dhe janë pothuajse dakord për të ftuar së bashku Shtetin Islamik. Kjo është konfirmuar gjatë një takimi që kanë pasur 2 kryeministrat e 2 vendeve në Ankara. Turqia dhe Iraku janë zotuar të zgjidhojnë bashkëpunimin duke ndërmarrë edhe veprime të përbashkëta ushtarake kundër Shtetit Islamik.
Ky është përfundimi i nga takimi të mërkurës në Ankara mes delegacionit irakian dhe atij turk, të kryesuar nga kryeministrat e të dy vendeve. Momentalisht ne po kryejmë stërvitjen ushtarake të forcave Peshmerga në veri të Irakut, por jemi të hapur për të mbështetur ide të reja dhe do të punojmë në këtë drejtim, tha Davutoglu në konferencën për shtyp pas bisedimeve. Al-Abadi falenderoi Turqinë për bashkëpunimin e deri më tanishëm, por theksoi se vendi i tij ka nevojë për më shumë ndihmë me pajisje ushtarake, si dhe disa kërkesa të tjera, të cilat ja kishte përreshtruar palës turke. Shteti Islamik nuk përbën kërcënim vetëm për Irakun dhe Turqinë, por për të gjithë rajonin dhe botën, kështu që lufta ndaj këtij grupimi kërkon bashkëpunim ndërkombëtar. Presim bashkëpunim nga të gjitha vendet fqinje, u shpreh Al-Abadi, i cili kërkoi gjithashtu Turqisë të ndihmojë në ndalimin e ndarjes fetare dhe sektare në lindjen e mesme. Në Hong Kong ka pasur para për gjithë sot, në fakt është si një dhuratë për Krishtlindje, por nuk ka qenë krejtësisht një dhuratë e dëshirueshme, por një furgon që transportonte para ka pasur aksident dhe përfituesit nuk kanë qenë të paktë, $2 milion. Disa fatlumë në Hong Kong kanë festuar më të pasur Krishtlindjen, pasi rreth $2 milion kanë rënë në rrugë në një furgon sigurie të mërkurën. Nga gjithshuma mësohet se $1.96 milion kesh kanë humbur. Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje për të siguruar paratë dhe e nisi të kërkonte njerëzve që t'i kthenin, por nuk pati shumë sukses në këtë nis. Një kalimtar tha se kishte parë policët t'i kërkonin një gruaje të moshuar që të kthente paratë që kishte mbledhur dhe duke qenë se ajo nuk vrapunte dot, ishte detyruar të dorëzonte paratë. Policët janë parë gjithashtu duke kërkuar në përshkurë aty pranë për të gjetur sadopak para. Megjithatë, zëdhënësi i policisë konfirmoi se pothuajse gjithshuma kishte humbur dhe se deri të njëjtën vetëm $460.000 ishin rikthyer policisë nga disa njerëz zemërgjerë.